Tani pyetja është, kjo është pyetja më e rëndësishme që u bëhet ju të vjetërve. Si është dallimi, si ishte Partia Socialiste me Fatos Nanon, si është Partia Socialiste me Edi Ramën? Ku ndryshojnë? Çfarë dallimi ka? Sigurisht ka dallim, janë dhe kohë të ndryshme, ka dhe faktor dhe aktor të ndryshëm. Që është vërteta, unë ruj konsideratën, jo unë, po mendoj edhe gjithë Barezim edhe të tjertë, ruj konsideratën me të mirë për Fatos Nanon në kohën që ai ka drejtu Partinë Socialiste, pse edhe qeverinë. Si të satë, unë kam punu me 3 kryeministra, po për mund kryeministri më i mirë i gjithë periudhës tranzicionit mbetet Fatos Nanon. I gjithë tranzicionit? Gjithë tranzicionit. Mes 9 kryeministra janë ato? Absolutisht. Edi Rama ka shkojnë 16 vjet? Mirë, Edi hala se ka mbyll, po flas për deri ato, Fatos Nanon mbetet kryeministri më i mirë. Të gjitha po ti mbarësh bashkë të Fatos Nanos nuk bën 4 vjet. Edi Rama po shkojnë 16 vjet. Kurse përsa i përket partisë, Fatosi ishte thash, kishte koncept absolutisht perëndimor, nuk ishte lehtë që një parti pune me ato probleme që kishte, edhe kishte trashëguar dhe kote mund kishte thelluar maksimalisht, ta revolucionalizoshe, ta bëshe një parti social-demokrate të tipit italian, të tipit europian, sa që të pranohe edhe internacionalin socialiste, nuk ishte lehtë, ishte jashtëzakonisht e vështirë. Ky është meritë e Fatos Nanon? Absolutisht. Meritë. Po tani Partia Socialiste me Edi Ramën? E dyta, që do vjedha aty, e dyta, Fatosi ishte jashtëzakonisht e demokratizoi shumë partinë. Asnjë vendim nuk merrej pa diskutu me bazën, në organ drejtuese të bazës, pa diskutu në organet drejtuese. Imagjino si ka bërë sot PS-ja. Në grupin parlamentar, në komitetin e përgjithshëm drejtues. I diskutonte? Edhe në kryesi, nuk mund të vaki. Sigurisht mendimi i kryetarit kishte atë peshën e vet, por ama ka patur edhe raste që aty janë thyer edhe vendimet janë kthyr mbrapsht. Mbarove me Nanon? Po. Jo kjo, po të bëjmë këtë tjetër. Jo, mbarove me Nanon? Tashi, të vim këtë tjetëra. Edi, kur unë kryetar partia, në fakt ishte figura, masi në datë orejqen Fatosi, ishte figura ma goditur e PS-s, për shumë arsye. Kuptohet përballë kishte Partinë Demokratike dhe kishte Sali Berishën, që realisht është në qëndrimet e veta është radikal. Nuk është i modern. Edhe unë këtë mendim e ka me qëfaq që do të shfaq sa të kemë fërëm. Sali Berisha është radikal. Nuk është njëri që kërkon mirë kuptim, që kërkon paqe, që kërkon përplasje alternativa, ai kërkon përplasje deri fizike. Edhe këto për mua janë papranueshme. Kurse tash ne duhet një figurë e fortë përballë Sali Berishës. Vërtet kandidoi Recep Mejdani që si ishte për atë? Kam vlerësime jashtëzakonisht të mëdha për te. Po masë si ishte për atë kohë. Ishte për i kohë në këtë në vonshme, jo për atë kohë. Ishte i parakoshëm? Ishte i parakoshëm, sepse a ishte shumë i kulturuar, ishte një president që për mua ka dhënë vlera, na ishte mësuar që presidenti të bërtasit gërthas, po jo, Recepi ishte jashtëzakonisht kulturuar, ishte shkencëtar, ishte njëri shumë i matur, kishte gjitha vetit e mira. Unë mund të flas me shumë respekt për dy presidenta, mund të flas deri më sot, për Alfred Misirën e Recep Mejdani. To kanë qenë për mu dy figurat me të ndritur të asaj presidente, pa mohuan dhe po në tjerëve pastaj. Me sa duket tash Edi kishte ardhur nga bashkia, ishte mësuar atë për me sferën me përplasje me ekzekutivin. Po dinte ti dilte zota e Berishës, por realisht unë kam qenë antar kryesie, nuk mund ta mohoj se deri në 2009 kam qenë antar kryesie, nuk mund të antar kryesie 2015. Jo, po i kishte fajet Edi, në antarët e kryesisë nuk kishte asnjë faj. Nëse kishte faj, kishim edhe ne faj, nuk kishte vetëm Edi. Për çfarë? Për mënyrën e komunikimit, për mënyrën e si respektohen institucionet e gjitha, që në fakt në atë kohë kanë qenë tamam o respektoshin të gjitha institucionet. A i funksiononte 2005-2009 si Fatos Nanon? Jo si Fatos Nanon, se Fatos ishte shumë ma liberal në këte punë dhe shumë, por ama ishte ndryshe, se cili ka stilin e vetë drejtimit, edhe të partisë edhe të qeverisë. Pastaj me vonë, me sa duket, me qenë se u zhvillu shumë teknologjia e informacionit, edhe ai merrte informacionet nga gjitha anët, edhe nga baza, edhe këtu nga qendra, ai merrte vetë edhe pastaj sigurisht e vendosa, dhe kryesia diskutoa, dhe komiteti drejtues diskutoa, të gjithë diskutojnë. Asambleja. Sot nuk diskutojnë fare? Diskutojnë, po ka seanca që i jep media, ka seanca si jep media. Zoti Dota, të respektoj shumë, po unë i gjë nuk kuptoj. Po? Ju erdhët nga Partia e Punës dhe nuk e njihni demokraci, nuk e njihni në tregtinë e lirë, por ishit më demokratik se sa këta që janë fëmijët tuaj sot mosh, që kanë studiuar dhe jashtë Perëndim,
Edhe nuk kundërshton njeri zoti Rama, nuk e thot njeri kundër. Këtë se kam kuptuar njëherë. Ka ca gjëra. Por shembull, unë po them për paktën për vojën time. Çdo detyrë që më është afruar që nga drejtor, deri ministër, unë nuk kam thënë asnjëherë jam gatshëm, jam ushtar. Jo, kam thënë jo. Në disa raste kam kundërshtuar, në disa raste kam thënë të shikohet edhe një herë ky vendim se unë kam këtë. Dhe vendi punës kërkon këtë. Unë jam përplasur edhe me Len Kaçukën në Komitet Qendror në 1989, kur më thirrën për këtë rrethi. Sepse ishte i paradoks. Kryetar komiteti. Hiqi kryetari i komitetit që kishte qenë agronom, kryeagronom për gjithë sektori, kryetar kooperative. Edhe deri sekretari i komitetit partisë për ekonominë, se ka shku bujqësia keq, e përpasoj furnizimin i popullit, e dove më rosha unë një inxhinier që s'kisha haber që është bujqësia. Të thirin zyrë Len Kaçukën? Po. Dhe kundërshtove aty? E kundërshtove në zyrë. Po çfarë tha? Më tha, më stvarë, pas shumë debatë, më tha dil pak jashtë, majti ishte. Të zuri jashtë? Po më zori jashtë bashkë me drejtorin e kuadrit. Zuri jashtë? Më zori jashtë në paradhom. Si ishte Len Kaçukën? Po si që e ke njohur? Jo, unë se kam njohur fare. Po, më njohur e kese nuk ashtë... Jo, se kam njohur. Se kam njohur unë. Po si ishte? Ishte ditur kishte... Apo isha shumë si që thosh? Ma tash ajo ishte sepse vitën, ajo e marsim të lartë ishte, kishte drejtu edhe ekonomi bujqësore në Lushnjë, kishte drejtu partinë në Lushnjë. A ishte mjelse? Po, fillimisht shumë kanë qenë, dhe nga punëtorë kanë ardhe jenë bonë... Jo, si mori diplomën, e? Ishte pa diplomë? E ka marru shkollën, E marru shkollën? Po, ka marru shkollën, absolutisht. Sa jo nga mjelse u bë atër bërës politik? U bë kryetare kooperative, pastaj nga aty u bë sekretare e parë e Firit, nga sekretare e Lushnjës, nga aty ka jo, ajo të kishte tjetër arsye, duke qenë shumë mirë ju në moshë, ajo mendonte se çfarë është ky. Edhe majti ishte kryetari në rrethit, që do lëvizte me pyet. Edhe atëherë, masi e pyeti ata, më theri mu përsëri, edhe më tha, tash i tha, nesër do bën mbledhja e këshillit, edhe ti nuk du të kundërshtosh në këshill se ndryshe ke pasoja. Edhe unë i thash, po, do them fjalë për fjalë që thash ty dhe them në këshill. E sigurisht pastaj atëherë nuk ishte rastet rralla që po i merre i vendim mo të zbatohej. Kishte rastet rralla që të tërhiqej. Nuk po mor vendimi du zbatohej. Po? Tashi, vim këtu tashi këto rrethë sot. Këto 300 sot të gjithë kërkojnë. Thonë që të kërkosh të bësh karrierë do të jesh i herë shumë mjaft në profesionin tënd. Do të kesh dhënë kontribut në profesion. Pastaj do të kesh dhënë kontribut në aspektin shoqëror, në aspektin partijak, në aspektet tjera. Mos i mërti. Që të ngrish në përgjithësi. Këto sot të shikë do ndër ministër. Me këtë unë nuk jam. Nuk mund të zgjidhë tjetri veçanërisht në nivelet larta drejtuese pa një përvojë. Pa një përvojë të mirë profesionale, pa një përvojë të mirë shoqërore, pa një përvojë të mirë politike dhe pa një përvojë, pa një karrierë në fushën e drejtimit aty ku të shkojë. Sepse vërtet ke aparate, vërtet ke këshilltare, vërtet ke gjithë tjerat, po në fund ai që vendos është titullari, ai merr vendimet. Jo, unë ju them dhe gazetarëve të rinj, zoti Dodaj, që dikur Partia Socialiste, kur për të emëruar një ministër, bënte mbledhje kryesie, transmetoi live, kishte 3 kandidatura, deri 3 kandidatura dhe votohej. Është vërtet. Ndërsa sot, çdo prezent që është në sallë, çdo personazh që është prezent në sallë, e merr vesh e bëhet ministër siç e marr vesh unë që dëgjoj, shikoj televizor dhe ju. Tani, si është kjo? Ka disa raste që mund të ndodhi kështu, po jo gjithmonë, sepse unë jam i bindur, sepse kam parasysh edhe veten time. A mund asnjëherë që jam ngrit në detyrë, pa më thënë që kemi menduar me çu këtu. Po tani pat ata të gjithë atje, ministrin e drejtësisë që s'dinte asgjë, kandidatja për kryetar bashkisë s'dinte asgjë. Ndodhin këto. Po jo, çka ka ndodhur me demokracinë në PS? Po nuk është mirë të ndodhi kështu, edhe këtë po them, nuk është mirë të ndodhi kështu. Është mirë që të ndodhi sepse në atë kohë ne as i ministër nuk vendosej pa marrë dhe pëlqimin e grupit parlamentar. Grupi parlamentar është strukturë politike e PS-s. Tani, për ta mbyllur këtë se do fillojmë fotot. Si ka mundësi që Partia Socialiste nuk është më, ju thoni që nuk është më demokratike se atë? Jo, nuk është, unë thash, ka ndryshuar kohët. Jo, atëherë po ta bëj pyetjen direkt. A është Partia Socialiste sot më demokratike se sa Partia Socialiste në kohën e nënës? Do të përgjigjemi çik ndryshe. Do të them që përfshirja dhe respektimi i institucioneve
që nga baza deri në qendër sot nuk respektohen si respektoheshin në kohën kur partinë e drejtonte Fatos Nana. Çfarë do thotë kjo, që Rama është autokrat? Kjo do thotë atë që ne kemi nevojë që në Partinë Socialiste, po në parti tjera, po kur them për Partinë Socialiste, ne duhet të luftojmë që zhvillojmë sa më shumë demokracinë e brendshme në parti. Dhe po nuk bëjmë këtë, edhe demokracinë pastaj në zhvillimin e vendit do të vijë me pasojë, do vijë efekte.